Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK ka lëshuar 7 urdhër arreste në kuadër të një hetimi për krime të rënda. Bëhet me dije se mes personave për të cilët është firmosur masa e arrestit janë Flodian Plaku dhe Ervis Matodoshaj. Burime pranë hetimit bëjnë me dije se disa nga personat e përfshirë në këtë operacion ndodhen jashtë vendit. 2 prej tyre rezultojnë të arrestuar më herët në Itali, ndërsa një tjetër është ndaluar në Janin të Greqisë. Sipas të njëjtave burime, operacioni i SPAK është zhvilluar pas zbardhjes së një ngjarjeje të rëndë kriminale, konkretisht një vrasje e cila dyshohet se ka çuar në identifikimin e personave të përfshirë. Raportohet gjithashtu se SPAK ka zbardhur ekzekutimin e Gentian Qarit, ngjarje ndodhur në vitin 2021, ndërkohë janë lëshuar urdhër arreste për Ines Hajrulla dhe Ervis Hajrulla. Burime nga policia e Vlorës bëjnë me dije se prej kohësh eksponent të dyshuar kriminal janë mbajtur në nënvëzhgim. Policia ka ndërhyrë sot në zonën e ujit të ftohtë, ku është rrethuar një perimetër i gjerë i sigurisë. Gjatë aksionit po kontrollohen banesat, si dhe persona të dyshuar për precedent kriminal. Sipas burimeve dyshohet se janë lëshuar 7 urdhër arreste. Aksioni është bërë nga forcat Renea dhe SPAK dhe më pas është lajmëruar policia e Vlorës për mbështetje. Po ashtu prezent është edhe byroja kombëtare e hetimit.